Të njëjtën energji që kemi ndjerë para disa javësh, pikrisht këtu, po e ndjejmë edhe sonte. Po këtë hera jo është edhe më e fortë, sepse çdo qytetar brenda kësaj salle dhe jashtë saj, po e ndjen se ndryshimi i madh për vitin ka filluar. Një ndryshim që më 9 nëntor do të fuloset me lëvizje në vetëvendosje në krye me kryetarin Doktor Arsim Ademin.
dashur qytetarë të Vitis, i nderuari dhe shumë i respektuari kryeministri i Republikës së Kosovës, zotëri Albin Kurti, kryetari në ardhje i Vitis, doktor Arsim Ademi, përfaqësues të organizatave të dala nga lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës, të nderuar aktivist, vullnetar e mbështetës televizjes Vetëvendosje. Mirë se erdhët në këndmbrëmjet fitores të bashkimit dhe të shpresës. Sot jemi këtu sepse Vitia ka nevojë për ndryshim. E ky ndryshim vjen nga besimi dhe mbështetja juaj, duke na bërë edhe një herë të qartë se Vitia meriton më mirë dhe kjo vjen me lëvizjen Vetëvendosje dhe doktor Arsim Ademi. Të nderuar të pranishëm, pa humbur kohë, në këtë natë që vulos fitoren tonë të madhe të 9 nëntorit, dua që me duartrokitjet tuaja të forta të ftoj para jush njeriun që i ktheu shpresën qytetarëve të këtij vendit, atë që i ktheu integritetin territorial shtetit e që dita më ditë po e fuqizon atë deun ton, kryeministrin e Republikës së Kosovës, zotrin Albin Kurti. Sonte, edhe nesër, edhe pas nesër, e tjetër mas nesër mbrëmje Arsim Ademi, kryetari i Komunës Vitis. Të dashur qytetarë të Vitis, zonja e zotëri, motra e vëllezër, të dashur aktiviste, antare, simpatizantë të Vetëvendosjes, të nderuar deputet të Kuvendit të Republikës, koleg nga qeveria e Kosovës, veprimtar të çështjes kombëtare, ish burgosur politik, familjet dëshmorëve, invalid e veteran të UÇK-s, e nderuara bashkëshorte e kryetarit të ardhshëm Arsim Ademit, zonja Rezarta Frango Ademi, të nderuar asambleiste, asamblest aktual e të ardhshëm, të cilët do ta mbështesni me një fuqi të madhe në Kuvendin Komunal, kryetarin e ardhshëm doktor Arsim Ademin, mirë se e gjejmë njëri tjetrin në këtë tubim madhështor në Vitin tuaj e ton të dashur. Por letja fillojmë pak nga qeveria qendrore, ku Arsim Ademi është zëvendësministër. Pra ne duam ta bëjmë kryetar të Vitis dikë i cili tashmë është në qeveri të Republikës, zëvendësministër i arsimit, shkencës, teknologjisë dhe inovacionit. Përvoja ime me arsimin është e shkëlqyeshme në çdo aspekt, pavarësisht vështirësive, problemeve e sfidave. Andaj e kam mendjen e zemrën plot kur ju them të gjithë qytetarëve të Vitis, pa dallim partije, që Arsim Ademi është për zgjedhja e duhur për kryetar të Vitis. Bashkë me Arsimin si koleg në qeveri, kemi qenë duke punuar për të rritur ekonominë e vendit tonë. Në këto 4 vjet, asnjëherë rritja ekonomike nuk ka qenë nën 4%, mesatarja 6%, në çerekun e dytë si vjet është 4,58%,
dhe gjithë shka të regon që në këtë vit do të kemi po ashtu rritje ekonomike së paku 4% që na bën, si që ka thënë Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, vendi me rritjen më të madhe ekonomike në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Ju e dini të dashur qytetar që para 5 vjetëve Kosova nuk u krahasoi kim asnjë shtet tjetër, as në Evropë, as në Ballkan. Maksimalisht është krahasu me vetveten. Po kur krahasohej me vendet e tjera të Ballkanit, ja ishe fundit, ja e para fundit. Tash Kosova në aq shumë indekse të performancës, edhe sa i përket progresit demokratik, edhe rritjes ekonomike, edhe sundimit të ligjit, edhe të sigurisë e të paqes, të llogaridhënies e të transparencës, drejtave të njerëzit e të pakicave, të drejtave civile e të lirive politike, është ose e para ose e dyta. Për vetëm 4 vjet mandat, unë si kryeministër e Arsim Ademi si zëvendësministër. Por e keni parë që këtë rritje ekonomike asnjëherë nuk e kemi ndalur të shteti, po e kemi shpërndarë të shoqëria. Në Kosovë nuk ka pasur para qeverisjes sonë shtesa për fëmijë, e as për nëna Lehona, sepse fatkeqësisht para nesh qeveri tjera nuk kanë pa fëmijë të Kosovës përveç fëmijëve të vetë. E tash, mbi 400.000 fëmijë morën shtesa për fëmijë, dhe ato janë rritur 2 herë. Ishin nga 20 euro për familje deri me 2 fëmijë, bëhen 30 euro për 3 fëmijë më shumë, e tash këto i kemi rritur nga 50%. Kësaj të nderuar pjesëmarrës, një familje me 2 fëmijë i ka marrë 40 euro në muaj, tash i merr 60 euro në muaj. Me 3 fëmijë, për shkak se nga 30 euro i ka marrë 90 euro në muaj, tash i merr 135 euro në muaj. Me 4 fëmijë i ka marrë 120 euro në muaj, tash i merr 180 euro në muaj. Me 5 fëmijë i ka marrë 150 euro në muaj, tash i merr 225 euro në muaj. Sa më shumë fëmijë, aq më shumë shteti i Kosovës e qeveria e Republikës do t'ju mbështesë. E këtu në viti janë dhënë shtesat për afër 2.000 nëna Lehona dhe gati 10.000 fëmijë që natyrisht se e përmirëson mirëqenjen e familjeve mbarë. Me buxhetin për vitin 2026 kemi para pa diçka shumë të rëndësishme edhe për sektorin publik edhe për sektorin privat, për të punësuarit në të dyja këto sektore. Së pari, sektori publik, kush punon 12 muaj i merr 13 rroga. E merr rrogën e 13 vitit gjysmë. Ndërkaq në sektorin privat, pagën mesatare që e kena gjetë 130 e 170 euro, varësisht a je më pak a më shumë se 35 vjeç, e pa të mbot 264 euro, mandej 350 euro so është tash, ndërkaq në vitin arshëm kena me bo 500 euro, por me 2 shkallë. Me 1 janore bojmë 425 euro, e mandej me 1 korrike bojmë 500 euro, në mënyrë që edhe bizneset të mund të përshtaten më kollaj. Ndërkaq investimet kapitale të qeverisë sonë në vitin e ardhshëm me buxhetin 2026, që është 4 miliardë euro, do të jenë 1 miliard euro. E nga kjo sigurisht do të përfitojnë bizneset mbarë, të cilave edhe ashtu në sektorin privat ju e dini që u është rrit qarkullimi, e unë po ju tregoj sa 80% për 5 vjet. Por natyrisht që nuk kemi marrë me mbështetje veç për nëna e fëmijë, merremi vazhdimisht me mbështetje për student, se ata janë tashmja dhe ardhmja jonë.
afër 50.000 studentëve u është procesu mbështetja e njëhershme prej 100 euro sot me rastin e fillimit të vitit të ri akademik, siç kemi premtuar dhe realizojmë. Do të ketë edhe një grup të dytë pak më vonë, por njëkohësisht ne duam që ta bëjmë programin e mobilitetit për studentë. 20 milion euro. Çka do të thotë kjo? Sa më larg që studion një student prej vendbanimit të tij, çaq më shumë e mbështet shteti. Për shembull, nëse studenti i vitis studion në Universitetin e Gjilanit, e merr një mbështetje të caktuar financiare. Nëse studion pak më larg në Prishtinë, e merr pak më të madhe mbështetje. A më të madhe e merr nëse shkon në studion në Mitrovic, se Mitrovica është edhe më larg se Prishtina e Mitrovica. Ne e dim që Vitia është një komunë kufitare, por politikat tona janë cep më cep. Prandaj do ta bëjmë edhe programin Anëmbon Kosovës me bilet të integruar 10 euro në muaj. Nga Vitia do të mund shkoni Njunik, e në Stok, e në Sharr, e në Kamenic, e në Leposavic, e në Prizren me vetëm 10 euro në muaj. Pra kjo është një ndihmesë që reflektohet posaçërisht tek komunat kufitare të Republikës së Tjetra, Vitia po kyçet me autostradën Arben Xhaferi, punimet janë vazhduar dhe puna është drejt përfundimit. Ky projekt do ta lidhë qytetin e Vitis drejt për drejt me autostradë, duke lehtësuar ndjeshëm lëvizjen dhe zhvillimin ekonomik të tërë rajonit. Diga e Firajës do të siguroj ujë të pishëm për mbi 1/4 milioni banor dhe për ujë për ujitjen e 40.000 hektarëve tokë bujqësore. Nga kjo digë përfiton edhe Vitia. Diga e Firajës është zgjidhja jonë për problemin tuaj, për komunën e Vitis me ujë të pishëm e të ujitjes. Në Viti do të arrisim kapacitetin e prodhimit të ujit pishëm dhe do ta zgjerojmë rrjetin. Çdo familje do të ketë ujë të pastër, çdo lagje do ta ndjejë ndryshimin. Nuk flasim për letra, flasim për rrjet që do të jap jetë çdo shtëpie. Impjanti për trajtimin e ujrave të zeza do të ndërtohet me kolektorët kryesorë. Do të jetë një rrjet që merr çdo rrjedh të papastër dhe e kthen në pastërti. Një arterie e re për qytetin që do ta mbajë atë edhe të pastër edhe të shëndetshëm. Arsim Ademi e di se si kjo bëhet, për shkak se është akademik me profesion, është i ndershëm si qytetar dhe patriot me vokacion. Ky si kryetar kam ju dashur juve më shumë se vetëm. Prandaj mbështeteni Arsim Ademin për kryetar për hir të vetvetes së. Arsim Ademi edhe din edhe don ta bëj administratën efikase. Prandaj ka planifikuar digitalizim. Digitalizimi e rrit transparencën e proceseve, e rrit cilësinë e shërbimeve dhe llogaridhënien e zyrtarëve. E kryetari juaj i ardhshëm do të hap vende pune për profesionist sipas meritës. Tash të nderuar pjesëmarrës të këtij tubimi, unë e di që shumë mandate tepër gjatë, tashmë pa numër vjet, e keni pas një kryetar edhe në ditë që as se mbon premtimin as fjalën. Ka gënyer qytetarët, ka mashtruar fshatrat, ka inauguruar ujësjellës nga kroni i shkollës pa ujë e pa rrjet. Ka punësu familjar, ka përdor pronën publike për biznese private të vëllavit vet, ka shndru komunën në degë familjare të partisë tij. Qeverisë pa transparencë, pa plan, pa cilësi, rrugë punime që prishën pas pak muajsh, projekte që paguhen pa u pranuar,
Bugjet që zbrazet për tendera e jo për juve si taksa pagues. Ky kundër kandidat i arsimit është e kundërta e arsimit. Ai u krenua me titullin Doktor Honoris Causa nga një universitet në Amerikë që nuk ekziston. Pra, kryetari aktual që keni veç edhe këtë javë, u krenu me titullin Doktor Honoris Causa nga një universitet në Amerikë i cili nuk ekziston, e në gjuhë spanjolle që ky nuk e kupton. E kjo është fotografia më e qartë e mashtrimit. Diploma false që fshehin paaftësinë reale. Ai i ka përvetësu edhe shumë projekte se të kemi bërë ne si qeveria e Kosovës dhe jo komuna me buxhetin e saj. Të dashur qytetar, kjo nuk është qeverisja, është gënjim dhe me 9 nëntor jepet fund sepse ju do ta mbështetni atë që duhet e ju duhet, Doktor Arsim Ademi. Arsim Ademin kryetar, arsimi, sporti dhe arti janë prioritetet të qeverisjes. Do të kemi qerdhe e shkolla të reja të rinovuara, mësim digital, palestra, qendra rinore, teatr funksional për artist dhe për ardashësit. Dhe kjo është e mundur sepse arsimi është njëri i punës, i arsimit dhe i përgjegjësisë. Ai vjen nga Pozharani, fshati i shkollës parë shqipe, dhe po sjell në viti modelin e një kryetari që din ku fillon ndryshimi, te dia dhe puna dhe përkushtimi. Ai nuk premton për t'u dëgjuar, por planifikon për t'u zbatuar. 5 qerdhe të reja, njëna prej tyre në Pozharan, janë projekte konkrete për familjet e reja të vitis. Arsim Ademi është gjenerata e re e qeverisjes në Kosovë, në veçanti e qeverisjes lokale, i ndershëm, profesional, i cili vitin do ta bëjë komunë të zhvillimit e jo të stagnimit. Vitia është zemra e Anamorovës jugore me potencial të madh bujqësor, njerëz punëtor dhe rinj të shkolluar. E tani është koha që Vitia të ngrihet, të ecë dhe të zhvillohet. Me projektet e bashkëfinancuara me qeverinë tonë, me mbështetjen për arsim, për kulturë, për sport, do ta bëjmë Vitin shembull të transformimit progresist lokal. Qendra multifunksionale, stadiumi Ibrahim Kurteshi, rruga Klokot Pozharan Bibaj janë projekte që tashmë po marrin formë konkrete. Do të ndërtojmë Vitin si qytet mundësive, me hapësira për rini, art dhe sport, me infrastrukturë të qëndrueshme dhe ambient të pastër. Vitia nuk do të jetë më qytet i cili pret, por komunë që vepron, qytet që bashkëpunon me qeverinë, jo që ja kthen shpinën zhvillimit. E bashkë me kryetarin ton e tuaj të ardhshëm Arsim Ademin, Vitia do të jetë pjesë e ndryshimit të madh i cili po ndodh në gjithë Kosovën. Ju keni kontribuar në ndryshimin që ka ndodhur në Republikën e Kosovës me mua si kryeministër, por ky ndryshim nuk ka ardhur ende në komunën tuaj. E për të ndodhur ky ndryshim e keni shansin që nuk bën ta humbisni. E keni rastin që nuk bën ta lëshoni. Ju lutem që tjetër mas nesër, të dielën e 9 nëntorit, votoni sa më herët dhe mos harroni atë që na përkujtoi kryetari i komunës Gjilanit Alban Hyseni para një ore. Këtu në Viti, kur do të shkoni në vend votime, nuk vazhdojnë votat më numëru,
1900 ku ka met Arsim Ademi me 12 orë. Po fillojmë prej zeros ku ti t'jenë zbrasta gjithë shka nga fillimi. Prandaj, na nevojitet mobilizim masiv për fitore masovike. Këtë mund t'a bëni, duhet t'a bëni e do t'a bëni. Prandaj mos u ndalni këto jo ditë po orë të mbetura në mënyrë që vitia po edhe mbar Kosova ta festoj më në fund ndryshimin e madh i cili do të ndodh edhe në komunën tuaj këtu në Viti, e të cilën do ta kremtojmë me një festë madhe në orët e mbrëmjes, atëherë kur nga komisionerët e vëzhguesit tonë do të na vinë të dhënat për rezultatin zgjedhor fitore e numrit 105 e lëvizjes vetëvendosje dhe e kryetarit të ri Arsim Ademi. Nga qyteti e deri në çdo lagje të secilit fshat Vitis ndjehet dëshira për ndryshim. Hapi i parë është bërë bashkë, tani është koha për hapin vendimtar fitoren e qytetarëve tonë. Vitia meriton qeverisje që punon dhe shërben, e jo aso që zhvat e mashtron. Po dëgjojmë se kur të shkojnë zyre, Arsim Ademi, sekretari i ri i komunës, ka me i gjetë një disa miliona euro borç. Nuk e dini, inshallah s'është ashtu. Por, kjo nuk duhet na friksoj. Kur kam shku në zyre, në fund të marsit vitit 2021, deficiti buxhetor 512 milion euro. Qëtash është 25 milion euro. Borxhet. Borxhet ndaj operatorëve ekonomik, afër 150 milion euro. Tash janë më pak se 30 milion euro. Pra do t'jetë vështirë, por njerëz të mëdhej që kanë dashurit madhe, por popullin e vetë që kur se konsiderojnë vogël, pikërisht në sfidat të këtilla, buzëqeshin dhe i përveshin punës. Arsim Ademin, edhe si qytetar aktiv, edhe si aktivist politik, edhe si zëvendësministër, qeverie e njoh mirë, ky është i tillë dhe do ta ketë mbështetjen time të plot, pa pushim, pa kursim, pa rezervë. Andaj me datën 9 nëntor, as ju mos shprehni rezervë e kursim, po gjithë anëtarët e familjeve, që do të thotë secili anëtar, votojni numrin 105, parin listë të votimit Arsim Ademi. Arsimi është pra njeri i punës, i dijes edhe i ndershmërisë, do të udhëheq me vizion e program e projekte, me përkushtim dhe me zemër të bardhë e me mendje të ndritur për juve qytetarët e Vitis. Me 9 nëntor, le t'ja nisim kapitullit 3 të Vitis, votojni Arsim Ademi. Unë prej këtij tubimi duhet të shkoj në Kaçanik, atje kemi në balotazh Jetën Rokën, çat ju them atyre në Kaçanik. Apo fiton Arsim Ademi në Viti. Faleminderit shumë. E tash e ftoj atë që është midis jush të vijë para jush, mikun tim, aktivistin ton, zëvendësministrin e qeverisë, kryetarin e arshëm Vitis, Dr. Arsim Ademi.
Para se me fillu, me përshëndet një fjallë për kryeministrin. Kryeministër qa shumë kemi folë për Pozëranin, sa ke minut që edhe njëm i Pozëranit. Unë jam nga Vërboni, po çdo fshat Vitis edhe Pozëranin i kam për zemër paq. I sigurt, kryeministër. Të dashur qytetarët Vitis, shumë i nderuar kryeministri i Republikës Kosovës, zotëria Albin Kurti, të dashur përfaqësues të organizatave të dalë nga lufta, të dashur deputet, ministra, zëvendës kryeministër e aktivist lëvizjes, të dashur qytetarët Vitis, mbështetës të lëvizjes vendosje e mbështetës të ndryshimit vitin. Jemi sot këtu bashk, jo thjesht për një takim e aktivitet politik, por jemi këtu sepse në këtë sallë është zemra e Vitis që rrej me fuqinë e shpresës. Sot është fillimi një epoke të re për Vitin, sepse ne jemi mbledhur këtu jo vetëm për fjalë, por jemi mbledhur për veprim, për dinjitet e për ndryshimin e shumë kërkuar në Vitin. Vitia jonë meriton shumë se kaq. Ajo meriton respekt, meriton kujdes, meriton vizion për të ardhmen, por për shumë vite në Viti ky vizion ka munguar, ky kujdes ka munguar e nuk ka ekzistuar pikërisht nga ata që do duhej e kishin për detyrë që ta bënin atë e ta ruanin atë. Vitia për shumë vite është në duart atyre që kanë parë vetëm pushtetin, por jo edhe qytetarin. Shumë të respektuar qytetarë të komunës Vitis vetëm paramendojnin, edhe sot në vitin 2025, qytetari Vitis akoma ka probleme bazike si që ashtu i pishëm. Ai që ishte në qeverisje për 12 vite, ka premtuar se këtë problem nuk të ekzistoj qysh në qeverisjen e parë, qysh në mandatin e parë ose në garën e parë, e prap po kërkon të mandatin e 4 me të njëjtin premtim. Popël thuhet, po thoni jo, se tha shumë. Për 12 vite, ky jo vetëm se është arsyetuar për këtë punë, po unë ju garantoj që edhe sot, nëse shkoni në fshatna si që fshati Lubisht, fshati Kabash, keni me po kolonat e njerëzve të makineve të prit për me u furnizu me ujë të pishëm. Kjo unë ju garantoj që nuk do t'jetë në mandatin e ardhshëm, po kjo është pikërisht rezultati papërgjegjësisë edhe mos respektit tij ndaj qytetarit Vitis. Kjo është mas absurde besoj. Rrugët për të cilat ai mburret thotë se ka realizuar projekte madhështore, shpesh i quhen edhe historike. Ju i shihni përdet atë rrugë e gjendjen e tyre. Mjafton të kalohet vetëm për skajlumit Morava, e rruga me Kaldërm, që besoj e keni vështirë me kalu. Disa perceptojnë atë rrugë, po thojnë se është si një test në vend të këtyre ku testohen ato mjetet, që nëse kalon aty është sigurt mirë. Edhe i kemi edhe rrugë tjera, të cilat edhe pse janë shtuar para pak viteve, para 2-3 vitesh, ato janë më tashmë të pakalueshme. E nuk dihet nëse janë shtru me asfalt apo thjesht me zhavar. Po kjo është puna që ata kanë bën gjatë këtyre viteve. Andaj, qytetarët Vitis nuk meritojnë të përballen edhe me këto probleme. Fati Vitis duhet shkruhet nga ata që nuk duhet shkruhet nga ata që duan pushtet, por nga ata që duan të bëjnë ndryshimin Vitin.
E ne së bashku me përkrojën tuaj, do të ndryshojmë këtë gjendje, jo vetëm me premtime e me fjalë boshe, por me punë, me përkushtim, me vizion dhe me drejtësi. Qeveria jonë do t'jetë jo vetëm efikase, ai do t'jetë të drejtë, do t'jetë ndershme, do t'jetë transparente, në mënyrë që ajo t'jetë edhe njerëzore, e dera jonë do t'jetë hapur për secilin qytetar që ka nevojë e që ka ide për të ardhmen e vitis. Nuk do t'ketë më vend për arrogancë në zyrat e kryetarit e të kabinetit të tij, nuk do t'ketë vend për mashtrime, për nepotizëm. Prandaj, unë premtoj që në qeverisjen tonë ne do të bëjmë shumë punë të mira, disa prej cilave shumicën i përmend edhe kryeministri, që janë sigurisht ato që i kemi thonë edhe ka herë, zgjerimi i rrjetit ujitëpishëm, i ujësjellësit edhe rritja kapacitetit të ujitëpishëm, ndërtimi i rrugëve me standarde e me kualitet cilësor që nuk do t'i marrë shiu i parë e nuk do t'i bëjnë këtë gropa. Do të ndërtojmë 5 serdhe të reja e do të ndërtojmë 4 salla sportive nëpër shkolla. Do të ndërtohet poliklinika specialistike në mënyrë që qytetarët tanë të mos udhtojnë nëpër spitalet rajonale për shërbimet edhe bazike specialistike, po do të ndërtojmë edhe fusha sportive, e do të renovohen, e do të ndërtohen tribunat në fushat apo stadiumet e futbollit si në Pozharan, Sadovin, po edhe ato në Viti që tashme në gjendje të mirueshme. Do të ndërtojmë edhe do të zgjerojmë në fakt urat sipas standardeve në fshatin Skifteraj e në fshatin Budrik, që të mundësohet qarkullimi i lirë i automjeteve në ato pjesë. E do të shtrojmë trotuarët, do të ndriçojmë rrugët nëpër fshatra e lagje, në mënyrë që asnjë fshat, asnjë lagje të mos mbetet në errësirë. Çdo cent i buxhetit komunës tonë do të shfrytëzohet kujdesshëm, po do të jetë në mirëqenie të qytetarit e jo për miq të shokët e partisë. Ne do ta kthejmë komunën tonë në një vend ku qytetari ndjehet i respektuar, ku zëri i bujkut e i atyre punëtorëve është i njëjtë si ai i mësuesit e i mjekut, ku rinia do të ketë më shumë mundësi e ku mërgjimtari do të ndjehet mirë barabartë edhe si në shtëpinë e tij edhe këtu në Kosovë. Qeveria jonë do të ketë frymë bashkimi, nuk do të ketë të pushtetshëm dhe të harruar, do më 2 klasë, po do të jemi të gjithë njëjtë të barabartë. Do të ketë një komunë që i shërben të gjithëve pa dallime partijake, pa dallime ideologjike e pa dallime kulturore e fetare. Dashur qytetar, ka ardhur koha që të themi mjaft me një qeverisje pa vizion, mjaft me abuzime e pa drejtësi, mjaft me zhgënjem e me heshtje, ka ardhur koha për dinjitet, për punë e për shpresë, për vitin. I nderuar kryeministër Kurti, të nderuar qytetar, unë nuk po garoj e nuk jam këtu për pushtet, por jam për të shërbyer e do të jem për të shërbyer. Për mu pozita nuk është privilegj, por është përgjegjësi, nuk vi për ndarje partijake, po vi për bashkim për të gjithë e për të mirën e të gjithëve. Vitia jonë nuk ka nevojë për një kryetar të radhës, por për një njeri që i ndjen nevojat e qytetarëve të vet, që i kupton hallat e tyre e që punon për ta ditë e natë. E besoj që edhe me përkrojën e kryeministit Kurti, po me përkrojën edhe të qytetarëve të Vitis, Vitia do të ketë mbështetjen maksimale të qeverisë në të gjitha projektet kapitale, në çdo cep të kësaj komune, që ta ringjallojmë atë e të rikthejmë dinjitetin e munguar. Bashkë me ju, zoti Kurti, po bashkë edhe me qytetarët e Vitis që duan ndryshimin, do ta ndërtojmë Vitin
do të ndërtojmë një viti që zhvillohet me dinjitet, që kujdeset për qytetarët e vet, e që beson te puna dhe jo te propaganda. Prandaj, të nderuar qytetarë, me 9 nëntor do ta nisim këtë rrugë të re bashk, rrugën e shpresës, dinjitetit e tarmës sonë të përbashkët. Unë ju falenderoj nga zemra për përkrajen, për besimin tuaj e për dashurinë tuaj për vitin, sepse bashk ne nuk jemi vetëm një lëvizje politike, por bashk jemi forca e një populli që nuk dorëzohet kurrë. Unë, para se me mbyll këtë takim, ju kërkoj edhe një herë që me datën 9 nëntor të votoni numrin 105, të votoni ndryshimin, e të mobilizoheni që atë asnjë njeri të mos mbetet pa votu, e që shtetar dhe kryeministri votimit bëhet sa më herët para ditën. Sepse kështu që shemi sot, do të jemi bashk për vitin e re e bashk për ndryshimin që është i pandalshëm. Faleminderit gjithëve. Të dashur qytetarë, të nderuar të pranishëm, duke falenderuar për praninë tuaj, ju bëj thirrje edhe një herë që të dielën me 9 nëntor të votoni numrin 105 në krye me Doktor Arsim Ademi. Natën e mirë e shihemi në fitore.